Ju flet Tirana, dham lajmet, harruat thoshi këta. Më nxori mallin e revistës televizive të zonjës Teft Aradi. Ore, po mirë, tani, shiko, o kreta se u fot me baltën, me lumin dhe ti nuk ju vjen qik turp ju, po turp para shqiptarve, nuk ju vjen? O e turp, kur dili pas qyr, kur thoni këto, nuk ju vjen turp? Po hajde pra, shkojmë lushit të dy dhe të shikoj se qa strukture ke. Kaq, turp. Sepse po të kishin një fije të cipe, thoshit, u boku po e pas kam leshët e cin. Si rika mu këtu. O bobo. Hajde pra lushe shikoj atje. Unë kështu kam qef që ti t'japësh televizit televizive, sepse lushnjat e din mirë se kur rinë atje. Edhe synet liqet janë rrallur atje, nuk mere më përsipër. Ajo e nestezis, se ta thonë miqe shok të tut, 6 muaj nuk punoj se nuk e gjiste njëri aparatin. Oj, beo e deruar, oj, kuptoti që të turpimi. Ti sot ke një pacient për 57 ditësh lushnje, që mjekohet, rri atje, që nuk ka, gjoj këtu, frigorifer për të majt insulinën. E di apo jo? Se ka skadur 20 herë, dhe të blen vete, dhe akoma nuk përshërojt. Qoj pra në Tiranë? Aj diti se i ministrë tjetër e gjoj prezent, ta tregoj dhe të ministri, po për efekt, merë ambulancën, nuk ishte ambulancën se një ishte Tiranë, një ishte në Fjerë, po vdiste kërë e botës restoran. Nuk vjen pra. Kujtë të tregoni ju këto, revisa televiziva, nuk e turp, po lushet hanë mi nga kam, në sut. S'ka zgja, është kafshëri, është batërti që fatër infekcioni. Ka në qdo mur, do qatër për të hyrë. Kujtë të tregoni ju, po suvjet, se shikojni pasqyrë që i dili kalamajve tu, po keni të bërë me jetë njerëzish. Kjo çmenduri. Po keni tjetër ti. Një nga Korça sot që do të bëj, dhe ta them dhe emrin, Dhimit të Qenimi që shkrua një gazetar sot, ka nevoj për aparat DSA spinale, që sot e ka pajisje po për 2 vjetës nuk e vën funksion. Turp! Por keni pa njësë në ekologjikë, orë keni qenë njëherë ju atje si ven njësë i rrinë, orë keni pas të jetë smurju, po si ka mundësi se s'vas ministrat e ju gjithë rakordoni fonde për t'i qurja shtetit, pse nuk e bëri të kjo meksia jonë? Po turp për ta dializë, po pse du t'i ki lushjarë që konfirmon me zërin tatë këtu ti, që 52 lushjarë i ki një asë lushje për në marë shqipim dializë, kur ti i jep lek privatit. Qa lek që jep ti për rrugën aty? Nuk e turp? Asi lek s'marë. Lëm punën prindrit e tyre, lëm punën njerëzit e tyre, djemë të vajzat, lëm punën për t'i qunë fjerë, edhe diti më të keqe, që apet atje fjerë ka vedhë 3 fermjerë. Turp të dializa, ati privatit, haram lek të shqiptarve, se për skandal. Se nuk i punon pajisja e ujtë për të freskur ujtë që dun aparaturat atje. Ti të rekonë u dializën. 52 lushjarë. Apo kujnë taksa këta janë njerës ta, pse më privatit vita për lushe, me që i pasi ka ishtë bukra atë mjetët. Lushe ta për 52 veta. Me 2 fermjerë lushjarë. Turp! Të regoni ju spitalet ne. Me më rafdesi njerëzit, 90% telefonata unë i ka për spitale. Për spitale 90% telefonata. Të regoni lushe në oksigjen, e bërë tani në shkurti. Po të dole për një narë që tash nuk ka asë një që fikë zjarën atje. E ti shkole nga mrabe bërë, për shtur pra. Po si ku të zonë del këtu i herë dhe thu, na të regoni visa televizivë, si ku të zoni? Ku që të regoni i lachet, lekshë për blerë vetë njerëzit vetë? Analizë konfirmojë për 20 ditësh. 20 ditë për njëmë, janë 3 ditë. Me mikë, kur vete sa i mirë atje du t'ja bëjnë analizën. Dhe po të regoj një rast tim tani se kisha thënë se kisha bërë në herë, politikë, po ta them. Kam pasi humjet madhe, njerëzore, brenda familjes. Dakor? Një muaj gjysë për para i merë urgjenë të shkotë që i bjetë fikt. Urgjenë të lushjes. I mbasi tensionin, i bjene e kërgath, thot ikë se s'ke gjë. Për një eko vdiq. Për një eko. Kaq. Sepse po t'ishte konstatuar me një eko, zemra zmadhur dhe i 38 vjeç, do kështë shpëtur. E për kaq vdiq. Për kaq. Sepse kur mora u qirisë se shtatë më përgjishë Tirana. A, që të soti, o jam deputeti, kam i rast, 30 vjeqa për vdek.
Durora të marrë lushe, do të marrë lushe dy telefon. Ç'është kjo, more? Do të marrë Tirana të marrë lushe të marrë mua të gjeku jam. Në lusje, që me dung fungi bie për 10 herë lushe zani barb për 3 minuta, me dung fungun e plerave. Ju tregoni shëndetësit? Po ju keni që kafsh. Kur të merresh me jetën e njerëzve, mos pati do të kesh ditëshuri të jesh ministër. Po nuk mundet më. Nuk mundet të bëni kështu, nuk mundet më burr. Nuk mundet më, nuk mundet të shmik që të mash një smur me kancer në spital. Do të shkruaj ty të them që nuk kam nevojë për tender, po hape se ka për jetë njerëzore. Ty të kam shkruaj. Për këtë. Po pra që shpëtojmë jetë. Jetë për jetë. Se për qa po flasim në sot? Për qa po flasim në sot? Dhe ti më thua dokra më... Po ne s'kemi asgjë, nuk kemi asgjë, nuk kemi ashensor, më orë të veshje pediatrin 4. Do të flasë unë, pse mërë do të flasë unë që të regullojt ashensorit paguin e lek spitali Lushës? Pse mërë prindi do të bëj me radhë nga 2 katën, 4 pediatrin? Po keni qemë në pediatrin, unë e kam qufë fëmin tim. Ore kanë shkur infermierët me mbaj lachin, farmacin, natën, vetëm se nuk të regonin do të që s'kishte, se ishte djali deputetit i imi, po tjerët. Po tjerët, more. Unë e maroj hallat e mia, unë, dhe gjithë ju këtu i maroni hallat e juja. Edhe për tjerë. Po nuk njofën deputetit, qa do bëjnë njerëzit? Qa do bëjnë njerëzit, po nuk njofën deputetit, qa do bëjnë? Se janë me skatë të rrugve. Vetëm i gjerë ku marrë spital, apo i ke vetëm për spital. Pse mërë duhet tjetë spitali Lushës, që në bërë kaq, po mati me gjitha ta spitale qaronal, ato shifra. Me ato shifra të tuja, a ka më shumë se shumë spitale tjera ronal? Pse nuk e kemi ne shansit shumë me spitale ronal që ka qenë Lushë dikur? 12+1. Pyete doktor Tritani, dhe nuk është e vërtet që kontinet i ke parë në 90-ës. Asnjë s'është e vërtet. 2 kontinet që ndorë si pediatrin, si kirurgji, këte që u pësot e ke 2007-ës. Por i konstrukton më të rend, i ke lërë ato më të vjetët pa bërë. Kuj ti tregoni më burë, pa hajde më burë ati, shikoni skaneri, ku bëtë sot skaneri. Hajde shikoj morgun, dhe jesi njerët aty mrapa, se është kanë shëris ferë. Po keni parë ambulancët e Lushës? Ha më flisë një. Po hajde më shikojni, ambulancët e Lushës. Shërbimin, ku na tim kur vdiq, dhe 1 orë gjysë për të marrë i drejtori para aktiv, për të marrë gjenazel nga rruga. Ama se rritë drejtori, gjithë jeni të shpitar, 1 orë gjysë, rritë gjenazel të shpisë nuk vitë ambulancë dhe merte. Që da qonë të morë, ku na tim. Po tjerët, more. E ju të rëgoni me kësit? O do të bëni këtë vend, po të pati rëkoni falje, i thoni, o mikë, Lushe që ka patër di, po hajtë shikoj se s'është fa jotë, se nuk e ti që të lëtë jetër aty. Po të regosh mua t'i vit pishi latë. Se si puna sa u Gerta më nësë liuta, pse për qa punojnë ne? Për qa punojnë o Gerta? Për qa punojnë e vici? Për qa punojnë Lirbejta? Për të vjedhur? Ja për këta punoni. Për të lijetë kontrata me privat, për të qurë njëzën e privatët. Nga kardiokirurgjia, neurokirurgjia, tjerë me radhë. Se hajtë se këtu ka infekcion të regullojët e atje, do 8.000 euro. Pse do të bëj bypass kur mund ta bëj Tirana? Pse? Pse more? Pse do të vej atje t'ja bëj pas dite? Ke spitali X apo Y? Pse? Ne themi kemi shëndetësi falas, nuk është e vërtetë që kemi falas. Paguhet më shumë. Ju dini sa mira njerëz vrat me Covidin, vrat. A paguan njerëzit i mësoj kush ka ju lek t'i ilaçe që blen njerëz nga Covidi, more. More kredim nga 4-5 milion lek, po çfarë po flisi gjuna? Ju po tallën me këtë njerëz. Dhe mua, sot, me që kujtove komikun parlamentar, ma kujtove dhe një tjetër, një karakat slak të mrapa, dhe i pa shtyllat si i kishte. Unë sot vetët e spitalit i Lushës dhe të presë, dhe të kërkosh falet gjithë dhe tyre që janë shtruar atje, të japësh fjalës që përveç godinës qendrore, të rishikosh statusin e spitalit Lushës, të japësh lekët shtesë, shoferave të ambulancës s'kanë guxim të flasin, më heqës patologistët nga puna, po të qosh njerëz se bëjnë detyrën, dhe stafi mjekësor, nota 10. Nota 10, mjekët dhe infermierët. Pse?
se në ato kushte asë kote në verit nuk është vizituar. Nota 10 se majnë përgjithsin bën një vizit pa aparate. I ka falë Raiffeisen Bank, e kuptoni ku erdhëm, vjen ministri dhe inauguron një aparatur të falu nga Raiffeisen, se nuk pas ka 30.000 euro me pagu shteti, po shteti pas ka falimentuar. Ka falimentuar. Qa të regoni për spitalet? Po me ja pyetini njerëz, më shkoni të spitali bëjmë një sy sot njerëzit. Shkojmë në gjithë spitalet. E keni si ke qendra qytetare ambulant brenda shkollës. Po i ke dhe komshë dhe qendra ambulantore me i vend. S'ka rrjetë energji elektrike, asuj qendra qytetare 2 me 2. Pse flisim më burë dhe? Kërkoni falje atyre heronjve atje, mjekve, infirmierëve dhe njerë. Pa tjelë më në presin ata, rrinë shikojnë kështu se mos bërtet, kur desë robi se mos bërtet deputete për tjetër, jo më se kim me tane. Nuk i kim me tane, e dini që më shumë nuk punoj, e dini që aparati grafie, se theti këtu do bëjë aparat grafie. E di që aparati grafie kiti akoma me plak, do dali fotografi dale, pritë se të mua sa të lahet. Edhe nuk duke, ta është roba më kafsh. Po e pa një këta mjekët që janë tu atë të konstatoj broko plomëni ftovin, po nuk di që të them. Hale më hale. Uaj nuk i keni pa po fjonet apo jo si janë. Po flesin janë se për të mirën e këtyre njerëzve po flasin. Se gjithë shpitone kanë tërgullur dhe unë e kanë tërgullur. Po jo njerëzit më burë. Po pse më të marrë deputetit që janë urgjenca 127-a? Po lërë mërë 2 patronazhistë që i njovi lush ata din, e kam heqë po jo dhe balë dhe syrit unë. Kë kam kusurit 7, sa e kam numën e bregve. E di patronazhistë, po lërë se ti identifikojnë se ku është halli lushje. Që të vinë, ato me staf kullu ambulancë, dhe një ambulancë aty e solën ambulancë me gjithja prap donacion, dhe ambulanca verë dhe lushjes, me motor digur i bet motor këtu, tur. Po edhe krevatet e urgjencës i solën donacion kisha tur për ju. Që vini dhe inauguroni me kishës dhe gjamia qaj u falë. Tur dhe gjërë ka varrit këj shtetë. Keni një drejtar, po losë me bukën e kalamajve të njerëzve patronazhistë që ka ngellë Shqipëri. Se tjetë kur kishtë 2 fare të katë, iku. Iku mëse nuk rrijet me këtë vend, se ku të smoret kalaman, unë dim 10 veta që ka nikë në Romë, të babini Gjezu. Për hap me emra pëtoni, dhe patronazhistë. Dikur. Mësus, shkatrun jetën, ikën, se nuk bërin dordërman në Shqipëri. Dhe këta e dini ju fakt, e dini gjithë. E dini më gjithë. Dhe kjo është turë më burë. Po të paktën, kërkoni falje. Paktën thuaj, do të bëjmë. Do të bëjmë në fund viti, po këtë do të bëjmë fund viti. Po që kemë ven atyre për në bërë, edhe më të regon të mu humorin parlamentar. Po t'ju bën humor me jetën. T'ju bën humor me vdekjen. Edhe unë s'beka humor parlamentar, po ju keni kaq vite që talë bëthëm me shqiptar. Edhe unë nuk beka humor, po çfarë do të bëjmë me ju? Çfarë do të bëjmë me ju, se njerëzit e shkelin për ditë? Thjesht ju transmetoj atë që shkel për ditë robi lushje, ja transmetoj para ekranit. Asgjë më tepër. Dhe ju keni parë si është lushje. Hajde të lagjet atje në lushje që ju e një gjithë atje, falin të vërreza. Edhe unë kam komandanti batalionit Dajnë më plakas atje. Zvetë unë atje se është fest komuniste në majtë 50 vjetë. Dhe shishtë një me që nga fusin në Europë, ju që 50 vjetë a pitë gjakun, mua dhe familjes time. Po si më mu të bëni ju këta? Po më burre të një zdaskemi në integrimin. Europë skeptik, thot tjetëri. Qështë e Europë skeptik? Nga Europë skeptik. Po në për atë fjallë e lipa atë Europë skepticizmin kundra jush, se ishit ju kundër Europës dhe botës, u futën burgmër, bën vite. 39 vite dërnim vjerrim. E ti sa 39 vite dërnim apo jo? E s'ka marrë lekët akoma ti dërnimit. 39 vite, o mi ka lini dërnim më nusje ime. Ka që për ka që flisë ju tani. Po na fusin ju në Europë, si me na futin në Europë? Tu është për të futin në Europë, jo në Europë. I kërkoni falje shqiptarve, i kërkoni falje lushjarve. Se jeni gjysma qeverisë, ka qenë delegur dhe aty lushje, dhe meriton respekt paktën për spitalin, paktën për atë tjera me ra.
Zoja Ministre, nëse kërkoni të shpreheni përsëri në mbështetjet në 96.5 rregullores, keni në pozicion 3 minuta. Faleminderit. Më lejoni të theksoj se dializa bëhet vetëm në spitalet rajonale. Gjithashtu, për sa i përket pretendime mbi mungesën e medikamenteve apo të pajisjeve që sipas deklarimeve të bëra publikisht do të rrezikonin jetën e pacientëve, apo do të pengonin funksionimin normal të spitalit, është e rëndësishme të sqarojmë se Spitali Lushnjës nuk ndodhet në situatë mungese barnash, që të cënojnë vijshmërinë e trajtimit mjekësor apo ofrimin e shërbimit ndaj qytetarëve. Siç e thash edhe një herë, furnizimi me barna realizohet përmes sistemit të marrëveshjeve kuadër, me që janë aktive, një mekanizëm i konsoliduar që garanton planifikim, vazhdimsi dhe mbulim të nevojave spitalore në mënyrë të qëndrueshme.